Disa prej banorëve të fshatit Libonik në Bashkinë Maliqit kanë dalë në protestë këtë të njëjtë duke kërkuar investime për zonën ku ata jetojnë. Sipas tyre, rruga që të çon drejt varreve të këtij fshati ka më tepër se 30 vite që nuk ka marrë investime, ndërsa kërkojnë edhe personel për qendrën shëndetësore. Banorët e fshatit Libonik vuajnë dhe mungesën e ujit të pijshëm në disa lagje, mungesën e kanalizimeve dhe mospajisjen e certifikatave të pronësisë. Ne kemi 34 vite që në fshatin Libonik, rruga e Varezhave, është në këtë gjendje siç e shikoni edhe ju. Ne kemi ngritur zëri shpeshherë, po nuk janë marrë masa kur, vetëm thjesht gënjeshtra mashtrime. Biles janë mbledhur edhe një herë lekët nga fshati, nga fshati Libonik, dhe nuk u kanë arritur që ta bënin këtë rrugë. Problemet tjera janë qendra shëndetësore që s'ka doktor as në qytetin Maliq dhe as në qendrën shëndetësore Libonik edhe Drithas, që këta njerëz kanë nevojë për një doktor dhe justifikimi i kryetarit të bashkisë është që s'ka personel. Ne duam që sa më shpejt të vijë një doktor në fshatin Libonik edhe të sistemohet njëre për gjithmonë, se kjo rrugë ka jo 34 vite, po ka 70 vjet që flitet për rrugën e varreve të Libonikut dhe nuk merren masa. Asnjë nuk është bërë, po bën kaq vite, asnjë investim nuk është bërë në fshatin Libonik. Juve duhet të vërtetoni një se kjo rrugë figuron e shtruar. Se filloi gjëra aty e pat juve. Po para të fut në xhep dhe nuk kanë erdhur.